Unë bëj thirrje që kontributin më të madh që mundem me bë për Kosovën, kushdo që ndan binje për afërsisht njëjta ose spajtohet me qeverinë aktuale, është mos me njeh në agjend qeverinë e Kosovës. Përndryshe vazhdimisht, ju e dini, një Kosovë u qu tha, nuk e voton lista serbskën Albin Kurti. Po do në më shku në zgjedhje, i shtini mi votu krejt. Pejtutve këta që se voton Albini, këta u bojnë bashkë mi vatu në pako. Tash, jo familja jashtore, le t'i respektojmë se cilin veç e veç. Mos t'ja u përfolim emnat aty në të cilët nuk pëdojmë. Ky ka qenë shantazh ndaj Vjosa Osmanit, ky ka qenë mi afru partit politike si LDK-n e PDK-n, që sot kur dojnë mës me zgjedh tash presidentin, tash ta jenë fajtorë. Pse i shkovën ta kem pa e ditë as kush është kandidat, as çfarë kritere është ki, po shkoj për të veti. PDK-ja del këtë që s'kam kandidat, LDK-ja dhe që s'kam kandidat. E çka ki lyp aty? Po prit ta qet kandidatin e më e mendimin masej. Prandaj nuk guxojmë na me hi në ato që ata po dojnë. Ajo që ata dojnë është me e drejtu diskursin publik drejt tyne. Dhe mos harroni, opozitarët po dëmtohen më shumë. Se po thojnë deklarata naive. Ne natë se votojnë listën serbskat, nesër e votojmë. Ne natë familja jashtore, një familja jashtore. Kjo është për me shërby hegemonisti. Prandaj PSD-ja është organizim politik që nuk bjen atje. Kur si keni një PSD? PSD-ja ka deklaru me kohë që Albin Kurti voton listën serbske. Në nëntor vitit të kaluar. Edhe kjo nuk është me pas prognozë, kjo është analizë politike që bëhet vetëm kur të vendos me demarku veten me Albin Kurti. Apo mendoni që është e kryer puna e presidentit apo jena të shku drejt zgjedhjeve? Unë besoj që Kosova duhet më shku në zgjedhje. Nëse populli nuk ja ka jep 80 deputet Albinit, po opozita ja bën 80, nuk ja ka jep populli. Nëse populli i Kosovës në mënyrë demokratike vendos me jep 80 deputet, nuk duhesh me nalti. Amo mos u shef as mas popullit, as mas idesë që s'ka zgjedhje, po na kushtojnë, e ç'është kushtoj 100 vjet? Kur ta merr Gemenja që po dalin llogaritë si kontabilista, suni pa ta shujt kontabilista këta dy. E kontabiliteti nuk bën mi prej politikës, s'kam kurrë kontabiliteti. Si dul kontabiliteti, tash po thojnë valla nuk o mirë me investu mo. Pse piruin për veti? Frika jeme, dëshira jeme, mindja jeme është që duhet më shku në zgjedhje. Populli le të vendos, po dihet që për presidentin, le të jap 80 deputet. Po unë jam i bindur që se jap. Unë jam i bindur që populli i Kosovës nuk është i interesuar me jap asnjë njeri kaj. I bindur jam për këtë punë. Qysh kam qenë i bindur që nëse opozita se krijon qeverinë, Albin Kurti do të rritet, dhe këto kemi thonë në marsin e vitit kaluar. Ku krejt Kosova ka menuar që Albin Kurti po bjen. Sot po ju garantoj, le të shkojmë në zgjedhje, Partia Social-Demokrate se vazhdimisht na kanë akuzuar. Marrim pjesë në zgjedhje. Marrim pjesë në zgjedhje. Bashk Albin Kurti nuk i merr votat për president. Kështu që është pse më jep ti? Koalicion me parti, këta janë bot dek vetëvendosjes. I herë shkon mirë mu shkput për vetëvendosjes, mas ne jemi të interesuar. Vazhdimisht më akuzojnë, po don ti me i bë krejt PSD. Nuk po dojmë me i bë PSD. Po besoni është më mirë me ngu PSD-n se pushtetin. Si përgjigjeni asaj? Se ty be ide s'po kanë. Veç po shkojnë ta kemë me ngu çka ki më thon Albin. Bilet na ngojnë neve se më mirë se ai ka ball. Se me pas na ide dhe kishim fol. Kushti i parë është mu shkput për Albin Kurti. Që ta janë kanë thonë që s'bëm u taku me Albinin. 2 letra ja ka xhule dhe këtë thekës du me të pa. Hupin zgjedhje tash po të shoh. S'ka këtu qendrim politik. Fal. Si përgjigjeni asaj që tha antari i LDK-s se ju vetë keni kriju kutën që do të bëni bashkë? Qëre, kjo është një mendim, i cekt sipërfaqësor që nuk ka ndaj përmbajtje brenda. Unë jam në rrugë edhe kundër Isa Mustafës, edhe kundër Hashim Thaqit, edhe kundër Ramush Haradinit, edhe kundër Albin Kurti. Të katrit më kanë arrestuar që mu me krejt kolegë të partisë. As kem përfitu, as jemi konë pushtet asnjëherë, edhe e dojmë pushtetin, edhe dojmë me marë pushtetin, a mon kuadrët bindjeve tona. Nuk mundet kërkosh me cenu, qajnë të bokta, që unë e pas në rri, po njëm të luftu Kurtin. Ju jeni të jap Kurtit krejt. Kur kemi dal unë dhe të tjere që janë këtu, pe vetëvendosjes, nuk e ka pas as kryeministrin, as presidenti, po i pat fitu zgjedhjet. Krejti kemi lona. Këta ja kanë mundësu me botë qeverinë 2019, këta ja kanë mundësu me zgjedh Vjosën 2021, këta ja mundësojnë prapë me zgjedh presidentin. Sa ka qenë vetëvendosja në opozit, ma shumë ka kontribu. Në pesjarën pushtet, pe ja shojmë edhe pasojat. S'mund është të me më thonë, po njëherë, po ti qaj të bëjsh tash? Nëse unë pas nga gabu në 2005, kër e mandarë shumë vetëvendosje.
Ti në 2026 ku krejt Kosova për din, ose të pak të gjyza Kosovës për din që kesh, ti po thu pja votoj presidentin. Kjo është pretekst, e kuptoni. Sikur krejt të tjera që jo e voton, jo se voton, jo rritet, jo zvoglohet, jo me listën serbska, çfarë është mendim? A ka pas në arsye pse nuk keni pas aksione si zakonisht që keni pas shpesh, sa keni pas të paus të kohë? Po, e para ka qenë, kemi vendosur me marrë pjesë në zgjedhje lokale, që dini, edhe kemi vendosur që kandidatët tonë me bërë procesin e garës në 3 komuna që kem garu, dhe nuk është fair me interferu, me qenë se ne nuk kemi konsideru që është një parti që ka një elektorat të madh, edhe na duhet m'ja barë. Kandidatët tonë kanë qenë figura që kanë përfaqësuar PSD-n dhe i kanë binë qytetarët për votën. S'kemi garu në zgjedhje parlamentare për arsye që dini që s'kem garu edhe në shkurt. Na e kemi ditë edhe në shkurt, edhe në dhjetor që ky është rezultati. Në shkurt ke pak më ndryshe, në dhjetor bo dhe ma i lartë se herën e kaluar, ose në 2021. Rrethonat e reja na obligojnë, përveç që na e kemi prit një zhvillim tillë. Dikush na thëjke po keni qef me fitu Kurti, dikush na keni thëjshin po keni qef me rrëzu opozita, dikush thëjshin po keni qef ju me thonë që Albin Kurti voton listën serbska, dikush kështu, dikush ashtu. Nuk është punë e qefet PSD-s. Se s'po voton populli me pyet mu ose dikon të PSD-s kanë ki qefti ta votoj. Po situata sot e di që doket normale se e ka normalizu Kurti më shumë për shkak se i kanë shku këta në takime. A i ki po që që ka i lavdon Kurti. Po thot konstruktive, kërkur s'ka zell për më shku në zgjedhje, u knaqen. Edhe këta thanë kalu mirë, na jemi për institucionet, thu, ti që na kem harru që vitin e kalum na kanë majt një vjet peng. Edhe jo një vjet peng si që në shku me Kurtin, se për ata i vlerësaj, po një vjet peng që se kanë bo vetë.